Nga sot deri më 13 janar, Shkolla Marif organizon në gara të futsal 2026. Lidhur me këtë event ka folur zëvendës drejtori Shasivar Kabashi, i cili tha se Fondacioni Marif është një koqir i garave komunale futsal 2026. Garat e organizuara nga sporti shkollor futsal 2026. Lidhur me këtë organizim ku marrin pjesë ekipet të shkollave të mesme të ulta dhe gjimnazet dhe ka pasur për qëllim shoqërimin dhe bashkëpunimin mes nxënësve të shkollave tona me shkolla tjera, tha ai. Dyshim sot në orën 10 do të fillon edhe turniri në futsal, apo garat komunale në futsal të organizuar nga sporti shkollor në bashkëpunim me Fondacionin Marif. Ne si një koqir të këtij organizimi kemi pritur gjitha shkollat e Prizrenit, diku 32 në kategorinë e shkollave të mesme të ulta dhe të gjimnazeve, në të ndarë pra për meshkuj dhe për femra, dhe sot do të zhvillohen diku 16, domethënë kemi 16 ekipe, do të zhvillohen diku 8-9 lojë me 2 ekipe të cilat shorti ka ra që të kualifikohen në fazën e jashtme direkt. Ne si shkollë kemi planet vjetore ku në kuadër të këtyre planeve kemi gjithmonë bashkëpunime me shkolla tjera. Për shkak se si ky lloj organizimit ne e shohim gjithmonë në aspektin të socializimit të nxënësve, për shkak se sporti në përgjithësi bashkon ofron nxënësit të gjitha kategorive. Përderisa nga Fondacioni Marif, zonja Flora Rizana i tha se këto gara kanë për qëllim që të gjitha shkollat dhe shkollat tona të kenë bashkëpunim me qëllim të socializimit të nxënësve si dhe bashkëshoqërimit mes nxënësve dhe pastaj vazhdoi. Në vargje në aktiviteteve të cilat jemi duke marrë si qendër, në Prishtinë, me koordinimin e 2 shkollave të cilat i kemi në Lipjan dhe në Prizren. Këto gara po ndikojnë që të aktivizojmë të rit, që të merren më shumë me sportet të ndryshme. Më përpara kemi marrë gara si në ping-pong në shigjetari dhe tani janë këto merat të futsallit që do të marrin në rajonin e Prizrenit si gara rajonale që kemi këtu në Prizren në kategori të djemve dhe të vajzave. Mendoni se këto ndihmojnë për të shoqëruar të rinjt sa më shumë mes vete për të pasur një kuptim qoftë edhe miqësor? Qëllimi është kjo që përmes këtyre garave, të rinjt të jenë sa më të lidhur me sportin, të largohen pak të shkëputen nga teknologjia, edhe sigurisht që duke marrë pjesë nga shkollat e ndryshme të vinë dhe të shohin të njihen edhe me shkollën tonë, njihen edhe me nxënësit tonë edhe të socializohen sa më shumë. Profesor Bleri Mëgashi, kryetari i organizimit sport shkollor, sqaroi se në këtë organizim tashmë marrin pjesë disa tjetra ekipe të cilët kanë në xhirin e tyre talent të cilët edhe mund të arrijnë suksese evidente dhe rezultate në të ardhmen. Ai kërkoja që këtë event sportiv që ta përkrahen edhe komuna e Prizrenit dhe e të gjithë sepse ka shënime shumë pozitive. Po patjetër, duke i falënderuar bashkëpunimit mes kolegjeve dhe shkollave të ndryshme që na japin mundësinë të shfrytëzojmë sallat. Në këtë rast e kemi kolegjin Marif me profesor Bejdin Gjenalin. Ne zakonisht i organizojmë garat në sportet ndryshme, në këtë rast e kemi futsalin, që do të thotë garat komunale në komunën e Prizrenit. Më rëndësishmja është që kjo garë vazhdon regionale dhe republikane. Duke pas parasysh talentet tanë që i kemi në Prizren, kemi suksese të mëdha si që jemi në 4 sporte finalist, kampion republikan. Kjo shumë ka rëndësi sepse ky talent që po shfaqet nga nxënësit, ky sukses është edhe në historinë e sporteve shkollore, në këtë rast Federatën e Sportit Shkollor, Prizreni është shumë duke u cekur sepse ka suksese të mëdha nga talentet tanë. Mendon se kjo i ndihmon të rinjt dhe në fakt çfarë mesazhi përcjell? Faktikisht i ndihmon shumë sepse sporti shkollor ka të bëjë me, siç e ceka edhe më herët, me 8 sporte ndryshme, 5000 nxënës marrin pjesë gjatë vitit, edhe ne e kemi për detyrë ti verifikojmë talentet dhe ti organizojmë e ti dërgojmë për klube të ndryshme, njëherët edhe që është mirë për komunën e Prizrenit sepse këta nxënës, këta talent më vonë mund me qenë edhe kampion edhe me shfaq talentin e tyre edhe në për
vendet ndryshme të botës edhe evropiane. Mi thonë nxënësve dhe mësimdhënësve të edukatës fizike, njëherët edhe komunës së Prizrenit që të na përkrajnë këtë drejtim, sepse e ardhmja janë fëmijët tanë. Dhe nga ta presim shumë të mira, kështu që i uroj të gjithë nxënësve që të mirën me sport, sepse trupi shëndosh në mendjen e shëndosh është shumë me rëndësi. Hapja në solemne banë drejtori general Nedim Aslan, drejtori në Prizren Ibrahim Buçak dhe Blerim Gashi. Ky event nga sot të zgjasë deri më datën 13 shkurt 2026. Türkiye Marif Vakfı olarak Prizren'deki okullarımız arasında düzenlenecek olan futsal turnuvasına ev sahipliği yapmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Böyle bir organizasyonu geçen sene de yapmıştık. Artık geleneksel hale geldi. Të organizohet një turnir i tillë siç e kemi organizuar edhe vitin e kaluar. Prandaj me këto turnire, me këto lloj organizime, ne faktikisht ndikojmë që të gjithë nxënësit të solidarizohen dhe të bashkohen me njëri tjetrin dhe unë si përfaqësues i Fondacionit Marif ju falenderoj gjithë juve për pjesëmarrjen dhe ju dëshiroj një turnir të këndshëm. Faleminderit shumë.